Përshëndetje nxënës të dashur, unë jam mësimdhënësja Gonxhe e Jubi. Punoj në shkollën fillore e Bracfo Migjeni. Sot do të kemi një njësi mësimore për klasat e 8-ta, se cila është pra ajo njësi mësimore do ta zbulojmë tash. Njësinë pra që do ta marrim sot është për përemrat pronor. Të lexojmë tekstin e mëposhtëm dhe të vërejmë fjalët e shkruara me shkronja të kuqe. Keni kaluar shtrëngatat, detet dhe shkëmbit që të pushtoni tokat e mia. Mendoni se këtu do të gjeni qetësinë? Keni haruar se qetësia juaj do të varet prej nesh, ashtu siç varet gjithmonë paqja e pushtuesit, prej durimit të pushtuarit. Jo, nuk na njihni mirë. Ju keni marrë guxim prej fatkeqësisë sime dhe prej urrejtjes suaj. Guximi juaj do të jetë edhe fatkeqësia juaj. Ju do t'i shihni kufit e vetes kur t'i kaloni kufit. Është një tekst shumë i bukur, pra të shohim se cilat janë fjalët të cilat i kemi shkruar me shkronja të kuqe, pra e mia, e juaj, sime, suaj dhe juaj. Pse i kemi bërë këto me të kuqe? Të shohim tek faqja tjetër. Pra fjalët e mia, juaj, sime, suaj janë përemra pronor. Pra edhe njerë të përsërisim këto të gjithë që i lexuam, pra që ishin me të kuqe, pra janë përemra pronor. Çfarë tregojnë pra përemrat pronor? Çfarë janë përemrat pronor? Të shohim definicionin e përemrave pronor. Përemrat pronor zëvendësojnë ose përfaqësojnë një emër të përmendur më parë dhe tregojnë se kujt i përket diçka. Pra, ashtu siç kemi thënë, çfarë janë përemrat në përgjithësi? Përemrat janë fjalë të ndryshueshme të ligjëratës, të cilat zëvendësojnë emrat. Pra, edhe këtu përemrat pronor e zëvendësojnë emrat që janë të përmendura më përpara dhe tregojnë se kujt i përket diçka. Pra, përemrat pronor tregojnë pronën se e kujt është diçka, i kujt i përket diçka. Përemrat pronor u përshtaten emrave në gjini, në numër, në vetë dhe si të tillë i marrin format nëpër rasa. Ashtu siç thamë, përemrat pra janë pjesë të ndryshueshme të ligjëratës që pra ata ndryshojnë në gjini, në numër, në vetë dhe si të tillë i marrin format edhe nëpër rasa. Vazhdoj. Në numrin shumës të gjithë përemrat pronor kanë baresën t dhe disa prej tyre edhe nyjen e përparë me t. Pra, ashtu siç thamë edhe një herë, pra në numrin shumës përemrat pronor kanë baresën t dhe ë, po ndonjëherë edhe kanë edhe nyjen e përparë me t. Të shohim. Të mitë, të mijat, tanët, tonat, të tutë, të tuat, tuaja, tuajat, të titë, të sajtë, të tujat, të sajat, të tyret. Pra, këto janë pra përemrat pronor të cilët janë në numrin shumës, të cilët thamë pra marrin baresën ë, t dhe ë dhe marrin edhe nyjen e përparme me t. Ashtu që edhe këtu e kemi shembullin t, kemi nyjen e përparme edhe i kemi të ndryshme pra të gjithë shembujt. Në vetën e tretë përdoren edhe përemrat pronor vetvetor. Pra kemi edhe përemrat pronor vetvetor. Për shembull kemi i vet dhe e vet. Për shembull, e vet, e veta. Ashtu pra ndryshojnë këto. Ja, për shembull si është në gjinin mashkullore në njëjës dhe në shumës. Djali i vet, djemtë e vet. Pra këtu e kemi gjinin mashkullore i cila është në njëjës, djali i vet, dhe këtu e kemi në shumës, djemtë e vet. Vajza e vet është gjinia femërore në njëjës, vajza e vet dhe kemi gjinin femërore në shumës, vajzat e veta. Pra ja se si ndryshojnë pra. Këtu pra djemtë e vet në shumës, vetëm një e shtohet, kurse këtu shtohet edhe një a. Këtu është pra këtu qëndron dallimi, dhe te njëjësi është i vet edhe vajza e vet. Këtu vetëm nyja e përparme. Këtu është i dhe këtu është e. Ky është pra ndryshimi. Vazhdojmë më tutje. Përemrat pronor kanë dy lakime të veçanta. Kur përdoren si përcaktues të emrave, për shembull libri im, i e libri tim, në gjinin mashkullore, kurse në gjinin femërore është vajza ime, i e vajzës sime.
Kur përdoren më vete, pra imi, i e timit, timi prej timit, dhe në gjinin femrore është imja, i e simes, simes, timen dhe prej simes. Këto janë pra dy lakimet e veçanta që e kishim këtë pra libri im, dhe në gjinin femrore kemi vajza ime, e këtu kur përdoren më vete është imi, kurse gjinia femrore është imja. Vazhdojmë më tutje. Për emrat pronor në gjinin mashkullore kur përdoren më vete në numrin njëjës kanë baresën i. Pra, në gjinin mashkullore ata marrin baresën i. Për shembull, imi, yni, yti, i ti, i saj, i tyri e të tjerë. Ndërsa në gjinin femrore marrin baresën a. Imja, jona, jotja, juaja, e tia, e tyrja, e saja. Pra, këtu e kemi imi, këtu e kemi imja, ja dallimi ku është. Yni, pastaj kemi jona, yti, jotja e kështu me radhë. Duhet pasur kujdes në përdorimin e drejtë të përemrave pronor. Pra, sepse tek përemrat pronor bëhen shumë gabime, shpeshherë mund të përdoren ata edhe gabimisht, edhe nëpër media e ndëgjojmë edhe nëpër vende të ndryshme, dëgjojmë edhe në shkollë, për nxënësit të përdorin gabimisht, por ne duhet të mësojmë që t'i përdorim drejt. Në këtë anë kemi përdorimet të cilët i përdorim ne gabimisht, kurse në anën tjetër i kemi ato siç duhet të përdoren. Pra, time, ju përgjigj pyetjes time. Kjo pra është nxënës gabim. Duhet të thuhet sime. Ju përgjigj pyetjes sime. Sakt kjo është. Tonë, nxënësit e klasës tonë. Kjo është gabim, kjo është shpesh përdoret tek ne. Duhet të thuhet sona, nxënësit e klasës sonë. Tënde, libri i motrës tënde. Kjo është gabim, shpesh herë përdoret kështu tek ne. Po duhet të thuhet sate, libri i motrës sate. Kjo është përdorimi i sakt. Tuaj, nxënësit e klasës tuaj. Duhet të përdoret suaj, nxënësit e klasës suaj. Tonë, klasa tonë. Duhet të thuhet jonë, klasa jonë. Kjo për shembull tek ne nuk përdoret në Tetov, për shembull kështu nuk gabimesh, këtë gabimin ne nuk e bëjmë, po ato që i përmenda më përpara, këta janë shumë të shpeshta. Edhe ky gabimi i fundit, tënde, shtëpia tënde, edhe kjo nuk është rasti i zakonshëm që përdoret tek ne. Jote duhet të thuhet, sakt duhet shtëpia jote. Për shembull, kjo është përdorimi i sakt këtu në këtë anë. Pra, edhe një herë të përsërisim, përdorimet e sakta janë sime, ju përgjigj pyetje sime, sonë, nxënësit e klasës sonë, sate, libri i motrës sate, suaj, nxënësit e klasës suaj, jonë, klasa jonë, dhe jote, shtëpia jote. Këto janë përdorimet e sakta. Nëse ne i përdorim kështu, nuk do të bëjmë gabime gramatikore dhe do të mundohemi që t'i përdorim në këtë formë, sepse kjo është gjuha jo, dhe kjo është gjuha e pastër shqipe, e cila kështu duhet të përdoret dhe kështu duhet të shkruhet. Vazhdojmë me lakimin e përemrave pronore. Kemi një lakim këtu që kemi zgjedhur për ta lakuar dhe për ta kuptuar më mirë. Kemi këtu gjinin mashkullore dhe këndej kemi gjinin femrore. Edhe kemi një emër të gjinis mashkullore dhe kemi një përemër pronor. Djali im, i e djalit tim, djalit tim, djalin tim dhe prej djalit tim. Gjinja femrore. Vajza ime, i e vajzës sime, vajzës sime, vajzën time dhe prej vajzës sime. Kjo është pra lakimi për emrave pronor im dhe ime. Vazhdojmë me shembuj të tjerë. Ja, këtu e kemi edhe lakimin e përemrave pronor në numrin njëjës dhe shumës. Kemi këtu imi, i e timit, timit, timin, prej timit. Në gjinin femrore kemi imja, i e simes, simes, timen dhe prej simes. Pra, ky është edhe lakimi i përemrit pronor në numrin njëjës dhe shumës, në gjinin mashkullore pra, dhe në gjinin femrore, imi dhe imja. Vazhdojmë më tutje. Tu kemi lakimin e përemrave pronor im dhe ime në numrin njëjës, kemi gjithashtu prap gjinin mashkullore dhe femrore. E kemi bërë me një emër. Libri im, i e libri tim, libri tim, librin tim, prej librit tim.
Fletoria ime, je fletore sime, fletoren time dhe prej fletores sime. Pra ashtu si thamë, këtu e kemi lakimin e përemrave pronor im dhe ime. Në numrin njëjës e kemi pra në gjinin mashkullore dhe në gjinin femërore, duke bashkangjitur edhe një emër, libri, edhe këtu fletoria. Pra emër të gjinis mashkullore dhe emër të gjinis femërore. Vazhdojmë me të tje. Të bëjmë një përsëritje të shkurtër të llojeve të përemrave, për shkak se për të ditur, dhe me thënë se sa lloje të përemrave ne kemi në gjuhën shqipe. Pra ne në gjuhën shqipe kemi disa lloje të përemrave. Edhe atë kemi përemrin vetor, përemrin vetvetor, përemrin dëftor, pra këtu kemi edhe përemrin pronor, që sot ne folëm, përemrin vazhdojmë këndej pyetës, përemrin lidhor dhe përemrin e pacaktuar. Dhe me thënë, janë 7 lloje të përemrave, të cilët ne i kemi marrë çdo orë disa përemra, pra edhe në kanë ngelur edhe disa të tjerë, pra në kanë ngelur edhe përemrat e pacaktuar. Pra nxënës është mirë që të bëni një përsëritje të shkurtër, që të mësoni llojet e përemrave, pra cilët janë përemrat, edhe të dini edhe definicionet e përemrave. Ashtu siç edhe thamë në fillim, përemrat janë fjalë të ndryshueshme të ligjëratës, të cilët zëvendësojnë emrat. Pra, këto janë llojet e përemrave. Ju dëshiroj një mësim të mbar, të mësoni mirë, të përdorni mirë përemrat pronor, sepse e pam se përemrat pronor janë përemrat të cilët bënim shumë gabime gjatë përdorimit të tyre, dhe mos të bëjmë gabime gjatë të përdorimit të përemrave pronor. Faleminderit nxënës për vëmendjen, miru pafshim dhe miru dëgjofshim në orët e tjera. Ditën e mirë.